Jo vetëm në tetor, po gjatë gjithë vitit, dhe derisa Bardha Leka Beauty Academy t'i ofron këto shërbime, do t'jemi në shërbimin e tyre pa pagesë. Ato paguajnë me buzëqeshje, respekt dhe dashuri. Pas raste që kom qajtë, sepse këta klient, jo vetëm që vinë për me marrë shërbimin, po dhe i shpalosin gjitha ndjenjat e tyre. Kam pas klient që prej Zvicrës ka ardhë me fluturim dhe mandej qatit e ka kry shërbimin edhe u kthym brapa. Klientja e parë, do me thonë që edhe më ka nxit edhe më ka bo me reflektu mbi këtë kauzë, kur ja kom përfundu shërbimin dhe i kom thonë që shërbimin e ke nga ne, të dalë prej lokalit, ka thonë, o nuk muj me ta shpërbly ndryshe pas me u lutë për ty dhe familjen tonë. Kauza jem ka nisë që 8 vite. Arsyeja pse e kom nisë është se më ka me pa gra që janë luft me kancerin dhe për këtë arsye të e pa prej afër dhimbjen edhe emocionet e ma shumë forcën e tyre, kom vendosë që me i bo gjitha shërbimet pa pagesë tek ne për gratë që vuajnë nga smundja e kancerit dhe jo vetëm për gratë, po këtu përfshihet edhe gjinia mashkull, sepse ka meshkuj që edhe ata gjatë kimioterapisë për shembull humbin fijet, po edhe arsye tjera ka smundjet për shembull si alopecia që shkakton humbjen e fijeve. Gjithashtu të gjitha ata cila do qoftë arsyeja janë të lirë me ardhe me marrë shërbimin tek ne pa pagesë. Bardha Leka Beauty Academy ofron shërbime permanent make-up si dhe laserat. Për shembull, tek permanent make-up i ofroj 2 shërbime që tashmë janë shumë të kërkuara, e cila janë shërbimet Combo dhe Fusion. Fatmirësisht kam qenë shqiptarja e parë në botë që i kom perfekcionu ose profesionalizu këto shërbime dhe i ofroj për të gjithë klient të cilët ka nevojë për me i bo vetullat dhe ata klient të cilët i kam vetullat natyrale, po dojnë me do këta ma perfekte në formë dhe simetri ma perfekte. Fillimisht ka qenë pak problem me ofru shërbim, po menoj me i informu klientat apo pacientat për këtë lloj kauze që e kom nisë, po fatmirësisht fal rrjeteve sociale dhe tashmë po dihet unë tash 8 vite jam vazhdimisht pjesë e mediave ku edhe po e shpërndaj si informacion. Është ndjenje jashtëzakonshme sepse bukuria e femnës nuk shihet veç në pasqyrë, po edhe në shpirtin e saj. Prandaj, unë për këtë iniciativë ftoj çdo klinik, çdo biznes apo studio të paktën ta zgjasni dorë në çfarëdo lloj mënyre sepse rrugtimi i këtyre personave apo pacienteve bëhet shumë i lehtë. Kjo harroj kur klientën e parë, Kadrije Zeqiri, ajo kur ka ardhur tek unë në lokalin tim Gjilan për me marrë shërbimin ka qenë duke te i kalu smundjen e kancerit dhe klientja e parë, do me thonë që edhe më ka nxit edhe më ka bo me reflektu mbi këtë kauzë ka qenë Kadria dhe kur ja kom përfundu shërbimin dhe i kom thonë që shërbimin e ke nga ne, të dalë prej lokalit ka thonë, o nuk muj me ta shpërbly ndryshe pas me u lutë për ty dhe familjen tonë dhe kjo ka qenë që mbetet thellë në kujtimet e mia të mira edhe të dhemshme po ashtu. Fatmirësisht, më falë, dua ta cegu këtë që vitin e kalum, po menoj këtë verën e kom taku prap pas 8 vitesh Kadrijen dhe ajo gëzon një shëndet të plot, e ka te i kalu smundjen, gjithashtu i ftoj gjitha gratë që të kontrollohen dhe t'i rinë gati vetës, sepse zbulimi i hershëm i sëmundjeve shpëton jetë. Prandaj, unë i ftoj gjitha gratë që të kujdesen për shëndetin e tyre, sepse vetja apo shëndeti tyre du të me qenë prioritet për me qenë forta për familjet e tyre. Luftën dhe vullnetin që e kanë ose motivin që e kanë për me luftu mu mbojnë shumë emocionale dhe kështu jam emocionale, po normalisht që ka pas raste që kom qajtë, sepse këta klient, jo vetëm që vinë për me marrë shërbimin, po dhe i shpalosin gjitha ndjenjat e tyre dhe do me thonë luftën që e kanë, forcën që e kanë brenda vetes e shpalosin tek ne dhe pa tjetër që të banë edhe ty me undje keq, po mbi gjitha unë jam shumë e lumtur që këto gra janë heroina dhe çdo ditë më shumë po e tregojnë veten e tyre me forcën e brendshme që e kanë dhe po ja vlejnë bara qiron sepse po shërohen dhe kjo është e mira, do me thonë më e mira për këta pacient që po ja dalin.
Jo vetëm prej Kosovës, që shecike, po ne kemi për shembull klient që vuajnë ose e kanë të kalu kancerin që vinë edhe prej vendet jashtme, për shembull kam pas klient që prej Zvicrës ka ardhur me fluturim dhe mandej çatit e ka kryer shërbimin edhe u kthy mbrapa. Po krahas shërbimeve, do me thot edhe klient tjerë zakonshëm, kemi kërkesat mëdha edhe Kosovë dhe jashtë Kosovës. Për këtë arsye, ne kemi vendosur që me hap një qendër të re në Tiranë, ku do t'jap po të njëjtat shërbime si kam Kosovë, edhe pse është goxha sfiduese, sepse duhet të përcaktohemi 3 ditë t'javës në Tiranë dhe 3 ditë t'javës në Prishtinë, po me ndihmën e Zotit dhe që kam një staf të jashtëzakonshëm, shpresoj dhe besoj fort që kemi mja dalë shumë mirë. Qysh e di, muaji tetor është muaji i ndërgjegjësimit për gratë që vuajnë nga smundja e kancerit gjirit, dhe i ftoj gjitha gratë që të trajtohen dhe të vizitojnë te mjeku, sepse zbulimi i hershëm i smundjes shpëton jetë. Përndryshe, ne jo vetëm në tetor, po gjatë gjithë vitit dhe derisa Bardha Leka Beauty Academy t'i ofron këto shërbime, do t'jemi në shërbimin e tyre pa pagesë. Ato paguajnë me buzëqeshje, respekt dhe dashuri.